Futbollia këtu pashë po binte shi. Edhe për asnjë moment ju betohem nuk shkoj mendja për keq. Çdo parti tjetër do e kishte anulluar takimin. Ne jo, dhe kur them ne jo thjesht unë edhe përfaqësuesit kryesor të Lëvizjes Bashk, po asnjë prej mbështetësve tan. Ne që nuk na mposht qeveria, ne që nuk na mposht i pushtet funde krye i korruptuar, ne që nuk na mposhtin kriminalët, ne që nuk na mposhtin oligarkët, ne që nuk na mposhtin mashtruesit, ne që nuk na mposhtin dallaverxhin, nuk mund na mposht shiu, nuk mund ta mposht asgjë. Ne do të përparojmë, ne do të fitojmë partinë tonë përbashkët. Unë jam qytetari kësaj lagje edhe gjithë ju që jeni këtu e dini shumë mirë që lagja jonë po shpërfiturohet. Këtu ka qenë një fush futbolli për fëmijë, luani fëmijë tani po bëhet pallat. Çdo rrugë e lagjes tonë është qyer 2-3 muajt e fundit, sepse këta që e kanë pushtetin kujtojnë se do t'i mashtrojnë Alidemsit, do t'i mashtrojnë Tiranasit me shtrim rrugës 2 muaj para zgjedhjeve. Kudo që të shkosh nëpër lagjen tonë të mbyt pluhuri. Dhe një nga të mirat e këtij shiu është fakti që të paktën për 2 ditë ajri që vret 3.000 qytetarë Tiranës. Çdo vit do pastrohet pak. Ne jemi ndër të rrallat lagje të Tiranës, ose më saktë, ne jemi e para lagje e Tiranës, po si shumë të tjera për mungesën e trotuarëve dora në zemër. Shkoni kudo nëpër lagjen tonë, gjituni lart ka Shkoza, shkoni nga ish tregu elektrik, shkoni nga rruga Budi, shkoni gjithkund. Mungojnë trotuarët, drejqit e haj, nuk dit ketë lagje në Evropë, a lagje në botë me më pak trotuar e me më shumë dërtime se sa lagja jonë. Grykësia oligarkëve, grykësia e pushtetarëve të korruptuar, kanë ngrënë çdo plëm vend, çdo plëm të hapësirës publike, kanë ngrënë trotuarët, i kanë bërë trotuarët për të kaluar miu e shapiku, po njeriu nuk kalon dot kurrë, prindi me fëmijë nuk kalon dot kurrë, qytetari i thjesht nuk kalon dot kurrë. Ata që na kanë vjedhur gjithçka, ata që na kanë vjedhur pasurinë e përbashkët, ata që na kanë vjedhur parqet, trotuarët, ujin, do të na vjedhin dhe atë pak që na kanë mbetur në qoftë se ne bëjmë gabimin, ti votojmë përsëri. Hajdutët nuk duhen votuar më kurrë. Hajdutët duhen dëshkuar në 11 maj me vot, në 12 maj me protest, në 13 maj me burg dhe çdo ditë tjetër të historisë tonë, duke shkruar në librat e të ardhmes, këta njerëz patut kanë vjedhur dhe shkatruar një popull të tërë për 34 vjet. Shumë nga jush e din që unë e dua shumë një poet shëndetlik nga Shkodra, Migjenin. E dua jashtëzakonisht shumë dhe nuk lë rast pa cituar, pa përmendur në një poezi ti, kështu do ma falni, ti them dhe ja 2-3 fjalë duke u motivuar nga një poezi e Migjenit. Shkruante Migjeni ynë një shekull më parë, thoshte ne të birët e shekullit të ri. Më lejoni ta transformoj pak Migjenin. Ne të birët e shekullit të ri, edhe në këtë shekull paguhemi si mos më keq, një lloj si shekullin e kaluar. Ne të birët e shekullit të ri jetojmë në një vend ku prindrit tanë marrin pensionet më të ulta në Evropë, ku 520.000 pensionistë marrin pension sa për të ngrënë bukë e qik djath e gjysmë gote kost në ditë. Ne të birët e shekullit të ri jetojmë ende në një krye qytet që nuk ka ujë të pishëm. Ne të birët e shekullit të ri jetojmë në një vend ku oligarkët me atë barkun e tyre shekulluar e të pamgjishëm vjedhin gjithçka, marrin gjithçka me politikantë korruptuar që një lloj si Derdeberët e kohës Migjenit dhe të Fanolit na zhvasin nga gjithçka dhe pastaj hiqen si oksidental. E keni vënë re, besoj, se sa aktual është ribër filmi Koncert vitit 36. Mor po sikur e ka shkruar dikush për Edi Ramën, për Sali Berishën, për Samir Manen, për Shefqet Kastrati apo Bashkim Ulaj. Ne të birët e shekullit të ri jetojmë ende në një shekull ku mjerimi, lulot e vecër janë nga do. Ne të birët e shekullit të ri, edhe në këtë shekull një lloj si shekullin e kaluar, jetojmë mes pabarazive ekstreme ekonomike, jetojmë në një sistem shëndetësor ku të vjedhin, ku të zhvasin nga koka deri te këmbët dhe pasi të kanë zhvatur në spitalin publik thonë që nuk na punon aparatura, shko në spitalin privat aty ku kjo qeveri
ka dhënë koncesione miliona euro. Ne të bitë e shekullit 3, edhe në këtë shekull, jemi të zhytur pa djenin, pa dituri, kemi diploma bol, kemi titull bol, po arsimin e kemi të gryer që gryet për dit, nga keq pagimi mësuzve, nga demotivimi nxënësve edhe i të rinjve. Ne të bitë e shekullit 3, edhe në këtë shekull, dreqit a haj, vazhdojmë të hypim komones, dikur i hypim Kalit dhe Gmushkës, sot i hypim komones, shkojmë në Angli, i hypim autobusit, shkojmë Greqi e kudo tjetër, e në rastin më të mirë i hypim avionit, prap për t'ikur nga sytë këmbët në vendin tonë, e prap se prap, ne të birë të shekullit 3 do thoshte Migjeni, me hovin tonë, e të ndezur pesh, në luftra treja kembe undesh, dhe përfitore kembe rafti.